Në brigjet e liçenit të Prespës, mes malave, fshatrave karakteristik dhe traditave të ruajtura ndër vite, Pusteci ka hapur zyrtarisht sezonin turistik, zona që prej vitesh po kthehet në një destinacion të preferuar për turistët vendës dhe të huaj. Këtë vit synon të presë më shumë vizitor, duke u mbështetur tek bukuritë natyrore, mikpritja e banorëve dhe trashëgimia kulturore. Hapja e sezonit turistik u shoqërua me promovimin e produkteve lokale, gatimeve tradicionale dhe vlerave që kjo zonë ofron për vizitorët, nga shëtitjet në natyrë, eksplorimi i fshatrave të Prespës, vizitat në monumentet e kulturës, deri tek shijet autentike të kuzhinës lokale. Pusteci po kërkon të pozicionohet gjithnjë më shumë në hartën e destinacioneve turistike. Vasil Nikolla, pronari i tavernës Vasili, shprehet se një nga pikat më të forta të zonës mbetet gastronomia. Produktet e liçenit dhe recetat tradicionale janë kthyer në një arsye më shumë për turistët që zgjedhin të ndalen në Pustec. Zonën e Pustecit janë shumë lloje gatimesh. Në tërë fshatrat kanë gatim të veçantë. Ne si restorant që kemi aty, kemi tavën e peshkut në mënyrë tjetër, në peshkun në turshi, krapin, peshkun e thatë, cirona të freskëta, 3 llojet e peshqit. Po në zonën tonë ne gatuajmë më ndryshe nga të tjerët. Peshkun turshi nuk e bën asnjëri këtu në zonën tonë. Ne deri tash vetëm neve. Kurse tavën e bëjmë tjetër lloj. Nuk e bëjmë kështu të bardhë, me fruta, me perime. Prandaj ne del një kuqe me salcë. Në neve ka shumë vizitor. Nga Maqedonia vinë shumë, nga Bitola, nga Manastiri, nga Ohri, nga Resja, nga Shkupi, janë shumë klientë. Vjen nga Shqipëria, nga Korça, Maliqi, Bilishti. Kemi klientë shumë njerëz kemi ditë fundjavë. Se premte shtunë e dielë, kemi klientë të bollshme. Dhe ai që vjen një herë nuk u ikën më, vazhdon vjen për gjithmonë. Për te gatimeve tradicionale, natyra e paprekur është një tjetër element që po tërheq turistët. Vizitorë nga vende të ndryshme të botës po zgjedhin Pustecin për të përjetuar një Shqipëri më autentike, larg zonave të mbipopulluara. Një turist nga Shtetet e Bashkuara, i cili viziton për herë të parë zonën, shprehet i impresionuar nga liçeni, malet dhe mikpritja e banorëve. Well, I'm visiting my wife's family, so it's my first time in the area. Po vizitoj familjen e bashkëshortes sime dhe është hera e parë që vi këtu. Ajo që bie në sy është thjesht natyra. Më pëlqen liçeni, më pëlqejnë malet. Të gjithë janë të sjellshëm në fshat, po kaloj shumë bukur. E kam provuar ushqimin. Është shumë ndryshe nga SBA-ja. Është shumë më i mirë. Provuam mish qengji sot dhe ai ishte i preferuari im deri tani. We cooked lamb today. That was my favorite so far. Yes. Edhe turistët nga Europa po e zbulojnë gjithnjë më shumë këtë zonë. Një turiste nga Belgjika tregon se pas disa javësh udhëtim në Shqipëri, zgjodhi Pustecin për të njohur traditat, natyrën dhe jetën lokale. I'm coming from Belgium. I'm here with my husband. Jam këtu me bashkëshortin tim. Kemi 3 javë që po udhëtojmë në Shqipëri. Kemi bërë hiking në male, po zbulojmë disa fshatra dhe tani mbërritëm këtu ku shohim një festival të madh. Do të dëshiroja ta shihja sepse më pëlqejnë vallet dhe gjërat tradicionale. Jam e lumtur që ndodhemi këtu. Më pëlqen të shoh veshjet tradicionale dhe mënyrën se si njerëzit ruajnë traditat. Kemi bërë hiking për 5 ditë në male, mes Kuksit dhe Peshkopis. U ngjitëm edhe në malin e Korabit. Më pëlqejnë shumë malet dhe liçenet. Preferoj vendet që nuk janë shumë të mbingarkuara me njerëz, sepse dua të shoh jetën lokale dhe jo vetëm zonat turistike me shumë dyndje. Krahas rritjes së interesit nga turistët, edhe kapacitetet akomoduese në zonë janë shtuar. Familje të ndryshme kanë përshtatur banesat e tyre në bujtina, duke krijuar mundësi të reja për pritjen e vizitorëve. Kryetari i Bashkisë Pustec, Palik Kolevski, thotë se pritshmëritë për këtë sezon janë të larta dhe se puna e përbashkët mes institucioneve dhe operatorëve lokal po jep rezultate. Ne jemi plot shpresë se që ky sezon do jetë një nga sezonet më të suksesshme. Kjo është, besoj se është fryt jo vetëm i punës së bashkisë ose institucionit lokal, por edhe i gjithë operatorëve të tjerë që operojnë në këtë bashki. Si vjet kemi rritje të kapaciteteve akomoduese, kryesisht tek bujtinat e vogla. Ka disa familje të cilët kanë përshtatur banesat e tyre për të pritur turist. Këtë e kemi verifikuar edhe vetë dhe madje me cilësi shumë të mirë domethënë të ofrimit të shërbimit. Edhe
kjo shikohet që kanë ardhur edhe prenotimet e mira, që është një lajm shumë i mirë. Sipas tij, interesimi më i madh këtë vit vjen nga turistët francezë, por në pustet spriten edhe vizitorë nga Gjermania, Polonia dhe vende të tjera. Prenotimet vijnë kryesisht nga Franca. Janë turistë francezë. Biles është një turizëm shumë interesant, domethënë ata vinë me agjenci turistike të cilët edhe ndihmojnë fshatarët ose banorët tek punët e tyre që kanë, ose i ndihmojnë për të bërë rrethime të produkte bujqësore, le të themi, që për të mos u dëmtuar, ose i ndihmojnë për të në bujqësinë, blegtori kudo, domethënë përgjithshmëri. Ka turist gjerman, polak, nga gjithë llojet. Pustetësi nuk ofron vetëm natyrë, por edhe një pasuri të rëndësishme historike e kulturore. Ishulli i Maligradit, me kishën e tij, kishat bizantine dhe kullat e vjetra otomane, janë disa prej atraksioneve që bashkia synon t'i bëjë më të aksesueshme për turistët. Një atraksion është ishulli i Maligradit me kishën e vet, por janë edhe gjitha kishat bizantine. Ne kemi plot për të shfaqur edhe këtë, jemi duke punuar, mendoj që vitin tjetër do të kemi nxjerrë në pa jo vetëm thjesht për të evidentuar, por edhe për të bërë më të aksesueshme për gjithë vizitorët që duan. Këtu gjenden edhe 4 kulla të kohës otomane, të cilët komunikojnë me njëra tjetër nëpërmjet hapësirës, domethënë me zjarr, komunikimi me zjarr siç ka qenë në kohë. Ne do mundohemi që të bëjmë të aksesueshme edhe të vizitueshme për gjithë vizitorët e tjerë. Me rritjen e interesit dhe investimeve në shërbime, pustetësi synon që ky sezon turistik të sjellë më shumë vizitorë dhe më shumë të ardhura për komunitetin vendas, duke kthyer turizmin në një nga shtyllat kryesore të zhvillimit të zonës.